ka qenë një kriminal që në asnjë moment nuk ka përfaqësuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ato të cilat e burgosën. Pse? Sepse u korruptua për llogaritë e Edi Ramës për të asgjësuar pluralizmin politik në vend. Dhe po e konfirmoj, e rikonfirmoj, pra janë qëndrime koherente të zotit Meta nga dita e parë edhe deri më sot, po ka patur një komplot mafios ndërkombëtar kundër tij në krye Charles McGonigali e sigurisht me lloj-lloj agjentësh që siç e tha dhe vetë Charles McGonigali, reforma apo ashtu quhet reforma në drejtësi, i bëri bashkë. Pse? Sepse e shfrytëzuan këtë reformë të kapur përfytje nga Edi Rama si një mundësi të madhe për të shtuar kontot e tyre bankare në mënyrë të palishme, siç i shtoi Charles McGonigali. Janë të paktën $250.000 që janë kapur, apo jo, për cilat ai është paguar. Përse u pagua nga Edi Rama Charles McGonigali? Po pikërisht për të burgosur, apo jo, Ilir Metën, për të rrëmbyer Ilir Metën para zgjedhjeve të 11 majit dhe për të vijuar për ta mbajtur në para burgim politik. Më thoni ju për cilin fakt penal. Ja unë ju sfidoj tani publikisht gjithëve. Siç e kam bërë një sfidë publike në çdo studio ku kam qenë. A mund të më thoni një kundërvajtje administrative? A mund të më thoni 100 qendar të palishme të zotit Meta? A mund të më thoni 1 metër katror pasuri të palishme? E ndoqët dhe sot seancën nga fillimi në fund.